Nata e 6 e festivalit për të drejtat e njerëzit në Akademinë Marubi nisi me një temë, e cila ka qenë dhe vazhdon të mbetet plagë të gjitha shoqërive, diskriminimi. Broken Silence apo Ishte e thyrë me regji të Bob Entrop ka personazh kryesor Oran Galius, reporteri në Rom të lindur në Kosovë, i cili ndërmori një udhëtim në Gjermani, Poloni dhe Kosovë, vetëm me qëllimin që të zbuloj pse heshtën në Romët për genocidin ndaj tyre gjatë luftës së dytë botërore, ku mbetën të vrarë rreth gjysmë milioni prej tyre. Pas premierës së filmit, publiku i pranishëm pati mundësi të dëgjonte edhe live rrëfimin e Oran Galius, për të cilin zbulimi i kësaj të vërtetë kishte shumë rëndësi për vetë faktin se ajo mbahej e fshehur për vite me radhë. Nga të pranishmet në sallë, Galius u pyet se pse zgjodhi pikërisht Kosovën. Nuk e zgjodha Kosovën vetëm se ishte vendi im i lindjes, por e zgjodha pikërisht sepse jam gazetar e mendoj se aty ishte një piknisje për qëllimin tim. Unë nuk zgjodha vetëm Kosovën, por edhe shtete të tjera, një ndërto Ukraina ku qëndrova disa javë për të parë jetesën e romëve aty. Megjithse kam vizituar shumë shtete, ende shoh dallime sado që ato janë shoqëri moderne. Do të vazhdoj të punoj për të larguar këto diskriminime, edhe pse tashmë jam në një moshë jo të re, kur nuk do të rresh së luftuari ato. Për Galius, dokumentari i cili zgjat rreth 85 minuta tregon qartë se të gjithë duhet luftojnë për të qenë pjesë e shoqërive. Unë luftoj për të drejtat e njeriut dhe jo vetëm të komunitetit rom. Mendoj se të gjithë duhet të jemi aktivistë të mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe jo me komunitete të veçanta. Të gjithë kemi të drejta sepse të gjithë jemi njerëz. Dhe mbi të gjithë jemi të barabartë përpara Zotit dhe ligjit. Të gjithë duhet të jemi pjesëmarrës aktiv të kësaj shoqërie. Bashkëbisedimi i gazetarit të Rom nga Kosova me publikun zgjati por rreth 20 minuta.